Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së dashit. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe me syrin e parë shikoj që kemi vdekjen, të dashur, koha për të lënë pas të shkuarën dhe për të hapur një kapitull të ri kësaj radhe, të lejoni që të largoheni nga çdo gjë që ju ka sjellur në këtë gjendje. Vdekja, të dashur, se kam ofruar, nuk jam në shtëpi, jam në pushime në Kosovë, prandaj dhe është një ambient tjetër. Vdekja këtu, të dashur, është duke mbyllur një kapitull shumë i rëndësishëm në jetën tënde. Të dashur, diçka që ka qenë pjesë e jote, qoftë lidhje, qoftë një zakon, një mënyrë e re e jetesës, një mënyrë e vjetër e jetesës, apo një gjendje emocionale, është duke marrë fund dhe mos e kundërshtoni. Kur them mos e kundërshtoni, sikur jemi mësuar gjithmonë zakonisht me ato të vjetra dhe ndjehemi më rehat, edhe pse nuk është mirë. Pra, sepse kjo është një pastrim i nevojshëm për të ecur përpara. Dhe piligrimi kemi këtu që tregon fillimin e ri. Pra, fundi për të filluar. Shikoni, keni mbledhur plaçkat e juaja për të filluar, jeni në nisje të një udhëtimi të ri, të dashur, ku do të mësosh gjëra të reja dhe do të zbulosh mundësi që nuk i ke parë më përpara. Është koha të jesh kureshtar, është koha të jesh të eksplorosh dhe të mos kesh frikë nga e panjohura. Siç thash, po rrim në një farë vendi nga që kemi të njohur. Lër pas atë që po të mban peng dhe nuk po të jep atë që vërtet e meriton. 6 të scroll apo largimi nga vështirësitë është kjo. Shikoni, është duke u përshëndetur, të them, me një farë mënyre me veten e saj, po lëviz drejt një periudhe më të qetë, të dashur, më të lehtë. Është një shenjë që situatat e vështira po përfundojnë, por duhet dëshironi dhe duhet lejoni këtë ndryshim. Ky është një udhtim, ndoshta dhe fizik mund të jetë, emocional apo dhe mendor, ku lë pas stresin, dhimbjet, shqetësimet apo dhe konfliktet. 3 të pasqyrës, të dashur, shikoni, këtu është një luan dhe një qingj. Në këtë rrugtim nuk je vetëm, do thotë je i shoqëruar në këtë rrugë, në këtë përmbyllje. Mund të jetë çfarë lloji, nuk do thotë patjetër fizik, të dashur. Nuk je vetëm, ke njerëz që të duan, miq, familje, apo komunitet që janë aty për ty. Mbështetje emocionale dhe lidhje të shëndetshme janë çelësi për këtë fazë të re. Kërkon ndihmë nëse ke nevojë kur të duhet dhe prano dashurinë që të ofrohet. Jo çdo gjë do jetë siç ka qenë, do thotë, para këtij përfundimi. Pra, të dashur, është kohë të përmbyllësh një derë dhe të hapësh një tjetër. Lër pas gjithçka që të rëndon. Hidhe hapin drejt një jete më të lehtë, më të pasur me mundësi dhe më të qetë. Rrethohu dhe rri afër njerëzve që të duan dhe mos ke frikë të fillosh nga e para, nga që vërtet aty diku që akoma s'e keni shijuar, është lumturia vetë.